Nuk ka lumturi të përhershme, nuk ka lumturi absolute në këtë botë. Sado që njeriu të jetë i lumtur, përfundimi i asaj lumturisë është hidhrim. Lumturia reale, lumturia e vërtet, ajo e cila është qendrore dhe e cila është e përjetshme dhe përhershme, është vetëm në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, e asesi nuk është në këtë botë. Njëri që mas tepër të kënaq, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mas tepër të kënaq. Thot e merr Allahu Azza wa Jall ky pi xhenem live, është pi banorët e xhenemit, banorët e zjarrit. E merr Allahu Azza wa Jall fa yughmisuhu ghamsatan. Çfarë shprehje ka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Veç në moment e fut në xhenem edhe nxirr më një herë, nuk e lën më najt në xhenem, më një herë nxirr. Edhe thot Allahu Azza wa Jall thot, o robi jam, a e kënaq në herë? Thot kur shumë kënaq herë. Subhanallah, çat dënim i dhimbshëm në xhenem, saqë për në momentet e caktuara si është futur në nxirr, ka bu dhimbta e xhenemit, dhimbta e dënimit tash për mi harru kek natit këtë dunja që i ka bua. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, e bin njërin më të shkret në këtë dunja. Nëse ki po njëri që ka hjek, e qaj ka hjek mas shumëti. Nëse ki thot, e në gjëni njëri që i fort ka hjek, e dhije që ky që i orë në hadith, ma fort se aj ka hjek. Mirë për gjennet libe, ka bo sabër, e ka bo Allah në ibadet. Atë thot Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, e merë Allahu Azza wa Jall edhe vetëm e fut, veç pak edhe nëzirë për gjennetit. Vetëm një hyri e shkurt, që nuk paramendot në momente, të yughmisuhu ghamsatan, një futje e shkurt, shumë kohë e shkurt. E fut Allahu xhalla xhelaluhu në xhennet dhe i thot kur të nxirr, o robi jam, a ke hjek në herë, a ke pas në herë telashe? Thot kur ja Rabb. Subhanallah. Begatit e xhenetit bën që këtë telashe këtë botë që ke pas me i harru. S'bjen nën kur që ke hjek, s'bjen nën kur që ke pas telashe këtë botë e kështu me radhë. Pra zgjidhja për me hjek të lashët, zgjidhja për me hjek problemet është xhenetin e Allahut Azza wa Jall. S'ka në këtë dunja këto zgjidhje. Alladhina amanu wal husna wa ziyada, ata që kanë bërë mirë, Allahu ka përgatitur për ta të mirë edhe shtim, edhe më tepër Allahu ja ka shtu. Çka është ai shtim? Cila është ai shtim që Allahu ka përgatitur për ta? O ziyada, Allahun keni me pa. Allahu ka më pa në xhennet, subhanallah. Çfar harami ja bën njëri ka bëllë me pa në këtë dunja që mos me pa Allahun atë botë. Prandaj ai që është përmalluar me pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e të njeh rrugën e tij, mos e shon rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai e pret para xhenetit edhe ai troket në dytë të xhenetit, nga se dytë të xhenetit nuk hapen askujt para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetoni në hijen e këtyre ajeteve, jetoni në hijen e këtyre haditheve, këtyre premtimeve, jetoni në hijen e takimit me Allahun Azza wa Jall, jetoni në hijen e takimit me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kjo ndjenjë, kjo bindje ju bën mi harru vallahi që të lashën këtë botë.